Të nderuar të pranishëm, në këtë ditë për kujtimi përveç dhimbjes që mbartën për ngjarjet tragjike të vitit 1990, jemi dëshmitarë dhe të një momenti që na jap shpresë një akt i madh fisnikërie dhe bashkimi. Me respekt dhe emocione të thella, ju ftoj të jemi dëshmitarë të pajtimit solemn mes familjes Berisha dhe Gajtani, të cilat sot japin një shembull të rrallë të maturisë kombëtare, duke lënë pas vetes konfliktet dhe duke zgjedhur rrugën e faljes dhe unitetit. Ky hap, një hap i madh përpara ndërtimit të një ardhme më të mirë për brezat që vijnë, dhe një mesazh i fuqishëm për gjithë shqiptarët se pajtimi është themeli i forcës sonë si kombë. I përshëndesim me respekt të thellë dhe me njohje të madhe për këtë akt madhështor familjen Berisha.